Edhe në tremujorin e parë të 2025-s, Shqipëria është renditur e para në Evropë për sa i përket mbërritjeve ndërkombëtare të turistëve. Sipas të dhënave nga raporti i Kombeve të Bashkuara, i cili u publikua në Baku të Azerbajxhanit gjatë mbledhjes së 71 të Komisionit për Evropën të United Nations Tourism, ku Shqipëria mori pjesë si anëtar me të drejta të plota. Vendi ynë kryeson sërish në rritjen e flukseve turistike. Në krahasim me periudhën para pandemike, pra me vitin 2019, Shqipëria ka pasur një rritje me 136% të mbërritjeve ndërkombëtare të turistëve, thuhet në raportin e Kombeve të Bashkuara. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama dhe ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro janë shprehur se ky është një tjetër konfirmim ndërkombëtar për suksesin e modelit shqiptar të turizmit, i mbështetur në vizionin e turizmit të qëndrueshëm, që ishte edhe fokusi i diskutimeve gjatë mbledhjes së Komisionit për Evropën, si pjesë e deklaratës së Bakus, dhe Shqipëria ishte aty jo vetëm për të dëgjuar, por për të ndarë eksperiencën e saj si një histori suksesi që frymëson. Vendi ynë radhitet në 10 destinacione turistike që po performojnë më mirë edhe në 2025-ën. Në listën e publikuar nga United Nations Tourism, pas Shqipërisë renditen Republika e Moldavisë me një rritje prej 76% të flukseve turistike në krahasim me 2019-ën, Malta, Norvegjia, Serbia, Bullgaria, Bosnia dhe Hercegovina, San Marino. Shqipëria ka lënë pas edhe vende si Greqia apo Portugalia, të cilat kanë qenë prej vitesh pole turistike të Evropës.